Ishte ora 3:28 pasdite në një të enjte të qetë në Elm Bridge, qytet ku gjëja më e zhurmshme shumicën e ditëve është fishkëllima e trafikut. Jasmine Cole, 14 vjeç, sapo kishte përfunduar provat e muzikës dhe po priste në cep të Main dhe Cedar, duke lëvizur në telefonin e saj me kufje në vesh. Ajo duhet të kthehej në shtëpi për natën e picës, por diçka tërhoqi vëmendjen e saj. Për te rrugës një grua e moshuar që ndronte ngrirë në trotuar, duke mbajtur një çantë ushqimore në njërin dorë dhe një shkop në tjetrën. Makinat kalonin indiferente, disa njerëz hodhën një vështrim, por askush nuk lëvizi. Jasmin hoqi kufjet pa menduar dy herë. Vrapoi përtej, i ofroi butësisht krahun dhe tha: "Le të shkojmë bashk." Dora e gruas dridhej ndërsa kapte bërylin e Jasminës. Hap pas hapi, ngadalë, ato ja dolën të kalonin rrugën. Gruaja e moshuar buzëqeshi dhe përshpëriti: "Faleminderit, e dashur," dhe u largua në një rrugicë anësore. Jasmina as nuk mësoi emrin e saj. Atë natë, ndërsa po lante dhëmbët para gjumit, një zhurmë e fuqishme helikopteri tronditi dritarin e saj. Ajo dali jashtë me pijama dhe ngriti syt. Një helikopter me stil ushtarak kishte zbritur në parkingun e shkollës së saj të mesme. Dy burra me kostume dolën jashtë duke pyetur për të me emër. Jasmine Cole nuk ishte lloji adoleshentes që dëshironte vëmendje, përkundrazi, ajo përpiqej ta shmangte atë. Ishte e heshtur, gjithmonë e fshehur në një xhup, më interesuar të vizatonte në margjinat e fletores së saj, sesa të bënte video në TikTok. Ditët e saj ndiqnin një ritëm të sigurt: shkollë, prova me klarinet, ndihma për nënën dhe vëllain e saj të vogël, dhe nëse kishte kohë, lexim fanfiction para gjumit. Enjtja i kishte qenë krejtësisht e zakonshme deri në momentin kur ndihmoi gruan e moshuar të kalonte rrugën. Kur Jasmin u kthye në shtëpi, as nuk e përmendi atë. Nëna e saj ishte gjysmë zhytur në një grumbull rrobash dhe vëllai i saj, 6 vjeçar, Jalen, tashmë kishte ngrënë gjysmën e kutive të picës. Ata pan televizor, qeshën me një sitcom të dobët dhe vazhduan mbrëmjen si zakonisht. Pastaj në orën 9:14 të mbrëmjes gjithçka ndryshoi. Zhurma filloi e ulët, pastaj u rrit. Dritarja e dhomës së Jasminës filloi të dritej. Ajo hapi perdën dhe mbeti pa frym. Një helikopter i zi me një emblem të argjend, jo policia, jo lajme, diçka tjetër, po zbriste në parkingun e shkollës 2 blloqe larg. Drita e tij e kërkimit skanonte terrenin. Brenda sekondave, dritat e emergjencës u ndezën. Një perimetër po formohej. Telefoni i Jasminës u ndez. Shoqja e saj më e mirë, Lena, i kishte dërguar një mesazh: "Hey, ka një helikopter në shkollë, tipa SWAT, zbritën në parking, çfarë po ndodh?" Para se Jasmin të mund të përgjigjej, dikush trokiti në derë. Nëna e saj hapi derën dhe 2 burra me pamje serioze, me kostume të errta dhe kufje në vesh qëndronin aty. Ata treguan shenjat e tyre. "A është Jasmine Cole këtu?" pyeti njëri. Jasmin u ngriti në krye të shkallëve. "Jemi nga Departamenti i Sigurisë Kombëtare," shtoi burri Dud. "Duhet të flasim me të menjëherë." Dhoma e ndenjës u mbush me tension, ndërsa Jasmin zbriste ngadalë shkallët. Nëna e saj mbante telefonin gati për të telefonuar dikë këdo nëse kjo do të rezultonte një gabim, por nuk ishte. Agjentët u prezantuan si drejtori Knox dhe agjenti Larner. Ata folën me tone të qeta, të matura, por fjalët nuk kishin kuptim. "Ne besojmë se Jasmin pati një ndërveprim pasdite me një person me rëndësi të jashtëzakonshme, ndoshta pa e kuptuar," tha Knox. "Kush?" pyeti Jasmin me zë që mezi dëgjohej. Burrat shkëmbyen shikime. "Ne besojmë se gruaja e moshuar që ndihmove të kalonte rrugën mund të jetë e lidhur me një program ndërkombëtar të mbrojtjes tepër të klasifikuar," tha Knox. "Identiteti i saj ka qenë i mbrojtur për mbi 30 vjet." Jasmin u befasua. Ajo ishte thjesht një zonjë, kishte nevojë për ndihmë." "Ajo nuk është thjesht një zonjë," tha agjenti Larner. "Emri i saj i vërtet është doktoresh Margaret Halden. Ajo supozoi të kishte vdekur. Ajo u zhduk dekada më parë, pas denoncimit të një strukture armësh biologjike jashtë vendit." Pastaj Jasminës ju kujtuan sytë e gruas, të mpret, vigjilent, mënyra se si ajo hidhte shikime pas shpatullave çdo sekond. "Nuk kishim ide ku fshihej, askush nuk e kishte parë për gati 2 dekada deri sot," shpjeguan agjentët. Një dron pjesë e një përpjekje mbikëqyrje për gjetjen e personave të zhdukur kishte kapur Jasminën duke ndihmuar gruan. Njoja faciale kishte identifikuar brenda orëve.
Çdo agjenci e madhe sigurisë në vend kishte sytë te ai cep rruge, dhe ti, tha Knox, mund të jesh arsyeja që ajo më në fund u shfaq. Jasmin ul në divan e tronditur. Unë thjesht e ndihmova të kalonte rrugën. Knox u përkul përpara. Pikërisht, dhe ky akt mund të ketë ndryshuar rrjedhën e sigurisë kombëtare. 24 orët e ardhshme kaluan si në mjegull. Jasmin bashkë me nënën dhe vëllain e saj u shoqërua në një strukturë të sigurt për një debriefing. Shkollës së saj u dha një deklaratë e paqartë për një ushtrim sigurie lokale për të gjithë po flisnin. Videot e helikopterit që zbriste ishin bërë virale. Tashëthimbet qarkullonin, kontakt me alien, kërcenime me bombë, madje një koncert i fshet. Askush nuk dyshonte për vajzën e qetë nga klasa e saj. Brenda strukturës, Jasmin takoi një grua me një triko gri dhe një shenjë mbi vetull, Dr. Margaret Halden. Ajo nuk ishte më e përkulur dhe e brisht, kishte një forcë të qetë në zërin e saj. Ajo i tha Jasminës se kishte qenë në fshehje për dekada, gjithmonë në lëvizje, gjithmonë duke parë mbi shpatulla. Ajo kishte ardhur në Elm Bridge duke menduar se do të ishte thjesht një ndalesë tjetër. Isha e lodhur, tha Margaret, e lodhur nga ikja, kur më ofrove krahun më kujtove atë që dikur besoja. Jasmin dëgjonte me zemrën që i rinte fort. Margaret zbuloi se kishte mbajtur dokumente kritike, prova që tani mund të dorëzoheshin falaktit të vogël të Jasminës, dosje që mund të sjellnin drejtësi për ata që kishin abuzuar me pushtetin shumë kohë më parë. Më kujtove se ka ende mirësi në botë, tha ajo, se ndoshta ka ardhur koha të ndalojë së fshehuri. Ndërsa flisnin, Jasmin vuri reagent, duke nxjerrë një valixhe të pluhurosur nga një dollap i fshehur në dhomën e motelit të Margaret aty pranë. Ishte vërtet, ajo kishte ndihmuar një fantazmë të rikthehej në botë dhe kishte bërë vetëm duke qenë e mirë. Një javë më vonë, gjërat filluan të ktheheshin ngadalë në normalitet në Elm Bridge. Helikopteri kishte ikur, burrat me kostume ishin zhdukur, parkingun e kishin pastruar dhe nxënësit tashmë po bënin shaka se Jasmin ishte në FBI. Ajo nuk i korrigjoi. E vërtet, ajo e kuptoi, ishte më e madhe se sa mund ta imagjinonin ata. Dr. Margaret Halden ishte vendosur në heshtje në një program të përditësuar të mbrojtjes së dëshmitarëve. Dosjet e saj tashmë po bëheshin tituj lajmesh. Njerëz të fuqishëm po hetoheshin. Valet e mirësisë së vogël të Jasminës kishin arritur deri në Washington DC. Por Jasmin kur nuk kërkoi vëmendje. Nuk donte emrin e saj në lajme apo një medalje të ngjitur në bluzë. E vetmja kujtesë e vërtetë e asaj që kishte ndodhur erdhi me postë disa ditë më vonë. Një letër e shkruar me dorë, pa adresë kthimi. E dashur Jasmin, ka një thënie që e kam dëgjuar një herë. Drita më e vogël mund të shpojë errësirën më të thellë. Ti ishe drita ime atë ditë. Faleminderit që më kujtove botën në të cilën dikur besoja. Vazhdo të jesh e mirë, edhe kur askush nuk të shikon. Me respekt. Jasmin e palosi letrën, e futi në fletoren e saj të vizatimeve dhe buzëqeshi. Ndonjëherë njerëzit më të heshtur bëjnë gjërat më të zhurmshme, dhe ndonjëherë ndihma për dikë që të kalojë rrugën mund të ndryshojë botën. Jasmin Cole u kthye në jetën e saj të qetë në Elm Bridge, duke mbajtur një sekret që pak mund ta imagjinonin. Ajo vazhdoi të luante klarinetën, të vizatonte në fletoren e saj, të ndihmonte nënën me vëllain e vogël, por tani me një ndjenjë të re qëllimi. Akti i saj thjesht i mirësisë, duke ndihmuar një të panjohur të kalonte rrugën, kishte ndezur një zinxhir ngjarjesh që tronditi korridorët e pushtetit dhe riktheu drejtësinë pas dekadash. Letra e Dr. Margaret Halden qëndronte fshehur në fletoren e saj, një kujtesë se dhe gjestet më të vogla mund të kenë një hong globale. Jasmin nuk kërkoi kur famë, por ajo dinte të vërtetën. Mirësia, dhe kur është e heshtur, mund të ndryshojë botën.